Salla e sporteve dhe e panajireve në fshatin Greme të Ferizajt ka nisur të ndërtohet që në vitin 2018, por edhe pas 7 vjetësh me punime të ndërprera e të stërgjatura, ende nuk është hapur për sportistët dhe sportistët e Ferizajt, por edhe për banorët dhe fshatin me biznese të shumta prodhuese dhe të shitjes së orendive. Bashkim Haxhi Musa, udhëheqës i sportit në komunën e Ferizajt, thotë se salla është gati dhe se projekti i Ministrisë së Sportit dhe Komunës së Ferizajt shumë shpejt pritet të përurohet dhe t'u hapën dyert sportistëve dhe rreth 1100 shikuesve sa kanë kapacitete këto tribuna. Thash unë që edhe ping-pongu, edhe shejtaria, edhe boksi, edhe karateja, edhe ka hapësirat noja, por pse jo edhe volejbolli, sidomos se kem 6 klube të volejbollit, edhe basketbollit të vinë këtu, për një arsye që t'ju hipet mundësia jo me 3 stërvitje njaftë, se me 3 stërvitje njaftë ekipa veç mundet me majtë shpirtin sportiv. Ndërsa, për sukseset, nëse nuk i ka 5-6 stërvitje javore, është e pamundur. Tani kjo palestër na mundson që klubet sportive t'i kanë edhe ka 5 stërmine njaftë. Por klubet, edhe pse kanë orar të ngjeshur në sallën Bill Clinton në qytet, deri tani nuk kanë treguar gatishmëri që të stërviten në Greme, ku do të mund të mbajnë stërvitje edhe 5 herë në javë, thot Haxhi Musa. Në botën e perëndimore, ekipët sportive udhtojnë ndoshta me 50 kilometra për me shku stërvitje, ndërsa ne e kem 2 kilometra 3 deri në fshatin Greme, e cila jep mundësit shumë të mira, përpos asaj që është afër, e ka edhe ajrin për shkak se mari është afër edhe natyra është ndryshe prej qytetit, ajri është më i pastër edhe mundësit na jep shumë të mira për stërvitje. Palestra ishte planifikuar të përfundonte në vitin 2021, por për shkak të ndikimit të çmimeve nga pandemia dhe disa problemeve gjatë realizimit të punimeve, hapja e palestrës është shtyrë disa herë. Kryetari i Ferizajt ka thënë muaj më parë se palestra mund të hapet, por se janë në pritje të konfirmimit nga Ministria e Sportit. Salla e Gremës është përdorur përkohësisht për stërvitje, pasi palestra Bill Clinton ishte kthyer në qendër të numërimit të votave pas zgjedhjeve të shkurtit të këtij viti. Para 6 muajve, do më thonë, realisht na jem të gatshëm me pranuan, por pse nuk është hapën, unë nuk muj me ditë, veç kryesisht unë mendoj që ndoshta duhet më bëhen një pëlqim prej komunës dhe më KRS-s që t'jetë një pëlqim i përbashkët që të vinë ta bëjnë hapjen e kësaj zbashku. Haxhi Musa ka shpjeguar në hollësi destinimin e hapësirave të ndryshme të kompleksit sportiv. Po ne jemi orientuar kryesisht këto hapësirat që janë të parashfrytzuara, të shfrytëzojmë për sporte tjera individuale, për shembull këtë e kemi para pa më shumë për sportin e ping-pongut, i cili e ka një qetësi veçantë, nuk ka të bëjë me grupet e sportive në atë pjesën poshtë, e kështu që kjo pjesë është para pa për ping-pong, e kemi edhe pjesën mbrapa aty, që edhe ajo mund të më shfrytëzohen, por kryesisht mvaret prej fuqisë ose numrit të garuzëve që i ka ekipi. Po kryesisht kjo pjesë ka më mbet për ping-pong, për shkak se të njëjtën pjesë e kemi edhe në anën e kundërt, ku aty para pa mund nda sportet luftarake, se i kemi nda veç, që nesër kur të fillojnë stërvitjet për gjitha sportet, do mund të kemi të ndame edhe si cili klub ose sport ta ka orientimin e vet, ka pjesën e vet për me shfrytzuar si hapësirë. Po, këto mund me shfrytzu të gjitha klubet sportive që i zhvillojnë aktivitetin e vetë. Në këtë palestër, po s'do me thonë më ndalu edhe klubeve që janë në Ferizaj. Edhe ato kanë të drejtë me ardhë me shfrytzu qëtë ambient, i cili shumë i nevojshëm për sportin në këtë pjesë. Këtë pjesë e kemi stacionuar në rekvizitat sportive, të cilat kanë arritur, janë rekvizita moderne dhe domosdoshme për sportin. Kemi mendu që jo pjesa ma e pëlqyme e palestrës, por në këtë këthin që i kemi vendosën, sepse këtu do t'i kemë në krajnë tjetër, do t'jenë edhe klubet sportive të sporteve luftarake, sidomos boksi, karateja, judoja, ato klubet të cilat do t'a shfrytëzojnë atë pjesë, por unë kam mendu që kjo pjesë e këtij holli të ndahet për shkak se ta ketë një privatësi dhe mos të ketë mundësi me hyen të gjithë së bashku, por ta bëjmë një orar dhe çdo klub ta ketë orën e vet edhe ditën e vet kur don me hyrë në sallë fitnessit. Kjo është shumë e nevojshme dhe e domosdoshme dhe mendoj që edhe klubet në Ferizaj, edhe këtu, cilat do qofshin, kanë të drejtë me e shfrytëzuar këtë pjesë. Këtu jenë të pjesa e podrumit, ku është edhe ngroja, po ne gjatë bisedave që kemi bërë me Federatën e Shqiptarisë, dhe më thonë vendit ti për i pëlqym për një hapjen e klubit Shqiptarisë, e cila ka hapësirë të mjaftueshme, por edhe ka një kontroll të duhur për një klub të Shqiptarisë, është hapësirë e mirë, dhe kjo ka më shfrytëzuar kryesisht prej
për shejtari. Nëse jo, do të lindë ide ndoshta edhe për sporte tjera. Hapësira e mjaftueshme dhe kështu që edhe kushtet janë jashtëzakonisht mira. Tash jem të një zyre, cila është shumë amadhore, që ne kemi parapo për klube sportive, për mbledhjet me mbajtën klube sportive, shtjellimin e lojëve, po e kemi parapo edhe për konferenca për gazetar, për mediume, për trajnerë dhe struktura tjera, që kjo do të mobilohet dhe të shfrytëzohet për më shumë për këto çështje, edhe pse nuk i ndalohet edhe për pjesë tjera. Haxhi Musa thot se ende nuk dihet se si do të menaxhohet palestra, duke u bërë thirrje autoriteteve komunale dhe qeveritare që të lejojnë punësimin e së paku 4 personave që të kujdesen për menaxhimin dhe mirëmbajtjen e palestrës, që pritet ta përdorin edhe institucionet si policia dhe zjarfiksit, si dhe komuniteti Gremës. Kjo nuk ka mundësi mu mirëmbajtën nëse nuk do t'i ketë 2 punëtor rezident t'i quj, ose t'i quj zyrtar, 2 paradite, 2 mazdite. Është e pamundën nëse mendojmë me pas një fluks të klubeve. Madja i mendon se kjo palestër do të nxjitë edhe krijimin e klubeve të ndryshme të fshatit Greme dhe fshatrave përreth, duke u bërë një herë thirrje bizneseve që t'i mbështesin sa më shumë nismat për përfshirje të komunitetit në sport. Edhe kemi pas edhe më herët që t'i lejojmë me hyjën, sepse ai Gremja veç thuja se e ka klubin e karates Gremja, e ka si klub qysh ka herë, por edhe sportet tjera kanë kërku me u themeluar në kuadër të fshatit që më dhon mundësia për me servitën. Domthonë realisht edhe pjesë rurale, se do me thonë veç me qenë i fshatit Greme, por mund me qenë edhe Gaçka dhe pjesë territori përreth, që t'i jepet mundësia t'i krijojnë klubet e veta. Haxhi Musa ka përsëritur disa herë gjatë intervistës se palestra do të jetë për herë funksionale për ndeshje dhe stërvitje, vetëm nëse komuna dhe qeveria do të lejojnë punësim të disa personave që do ta merrnin përsipër menaxhimin e saj. Shkas për këtë merr nga ngrohja me kalldajn me dru në këtë palestër që gjatë stërvitjeve të përkohshme të shkurtit ka treguar se përbën sfidë për funksionimin pa pengesa të saj. Por sportistët dhe komuniteti ende janë në pritje të hapjes së dyrave të saj nga politika lokale e qendrore, e cila si zakonisht për urimet lidhë edhe me hesapet e fushatave zgjedhore.